Përshëndetje, unë jam Dasant Morici, jam 12 vjeçar dhe ushtroj në klubin futbollistik Rilindja. Unë, prej që kam qenë i vogël, që nga mosha 6 vjeçare, kam filluar që të luaj në këtë klub. Çfarë të motivoi të bësh futbollist? Prej që kam qenë i vogël, kam parë shumë lojra dhe e kam parë një prej lojtarëve që më ka pëlqyer më së shumti, Kylian Mbappen, dhe prej atij më ka motivuar që të luaj futboll. Cili ka qenë momenti më i veçantë karrierën tënde deri tani? Momenti më i veçantë ka qenë kur në vitin 2024 kemi pasur një turnir në Shqipëri në Durrës dhe aty jam shpallur lojtari më i mirë i turneut. Po ashtu dhe në fund vit jam shpallur si U13 më i mirë i klubit, i ekipit. Cili është roli yt i preferuar në fushë? Roli jam i preferuar në fushë është për shembull shpejtësia ime dhe dribblimet. Nëse nuk do të ishe futbollist, çka do të dëshiroje të bëheshe? Nëse nuk do të isha futbollist, do të dëshiroja të bëheshem doktor. Në cilin klub në të ardhmen kishe pas dëshirë me lujtë në Evropë? Në Evropë kisha pas dëshirë në Barcelonë. Barcelonë. Më tonë ofertë për Realit? Po, edhe aty. Edhe aty? Po, edhe aty. Sa i përket lojtarit, Dasant Morici është një lojtar me një potencial të jashtëzakonshëm dhe vërejë talenti i tij na ndonë se këtë vitin e fundit ka bërë një shpërthim të hatashëm, jo që e themi ne, po e thojnë edhe sidomos vëzhguesit apo delegatë ndeshjeve të cilët janë thujse në çdo ndeshje kampionale. Ajo që a bën këtë të karakterizohet është shpejtësia e tij e madhe dhe loja e tij me top, si dhe loja një kundër ne. Thujse këtë vit ka qenë protagonist kryesor në shumë ndeshje, gjë që deshtëm apo s'deshtëm gjithë ekipa ka filluar të jetë mbi supet e tinaj, gjë që ndoshta në një moshë të re të fillosh të merrsh barrën është përgjithësi, por ndoshta edhe do të jetë një pjekuri më shpejt si lojtar. Gjatë vitit kaluar klubi ka fituar një bursë nga klubi dhe si një prej talentëve me potencial në ardhin në Kosovë, po ashtu edhe në 2 turne ka qenë futbollisti më i mirë në turnet të cilit ne i kemi mbajtur. Shpresojmë dhe besojmë që pikëparë të ketë shëndet dhe mos lëndohet, sepse bëhet fjalë për një lojtar që për mosat e tij i ka thujse mbi nivel me bashkëmoshatarët e tij. Janë bërë edhe disa matje të cilat për herë të parë si kuriozitet i kemi bërë me këtë kategori, fal edhe sistemi GPS për matjen e vrapimit apo sprintave dhe gjitha gjonave si lojtar, dhe aty ka shfaq disa parametra thujse të një lojtari 17 vjeçar, dhe kjo është interesante që t'jep me kuptu që ky lojtar nëse vazhdon me këtë ritëm mund t'jetë shumë shpejt do t'i kaloj kategoritë mos stërvist dhe mos luaj vetëm me futbollistët e moshës së tij. Shpresojmë edhe ne thash ta ketë shëndetin, pastaj gjëra tjera shkojnë me kohë.